Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do të flasim për një talent shumë të mirë shkodran. Kam kënaqësinë dhe nderin të kem të ftuar këngëtarin Klisman Llazani. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Alva. Faleminderit që edhe faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi me nis mirë javën, po edhe muajin. Është edhe për ne shumë kënaqësi. Dhe jam e bindur që këmuaj do shkojë shumë bukur. Absolutisht, pa dihet dhe të ori, në fakt, unë kam edhe të pirje në të ora dhe për njëtë, për mua është avan fest. Është fest. Klisman, duhet të nisim me fillimet e tua në muzikë. Si nisi për ty rrugtimi në muzikë? Në fakt, unë muzikën e kam nisë në fillim të vitit 2002. Ka kanë viti që unë kam fillu muzikën. Kam kanë 5 vjeç. Shumë i vogël. Kam kanë me datën 6 janar 2002 kam fillu ditën e parë që kam bërë kursin e muzikës. Dhe thonë kam kanë 5 vjeç. Kam mësu notët e muzikës, mas 9 muajve unë kam hi në klasë parë. Sa bukur. Kjo është diçka shumë e bukur, shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Unë kam mësu dhe thonë më përpara që i thonë fëmijët para se të lexosh ke mësuar notat. Kam mësu notat. Dhe thonë që edhe kur i kam mësu notat, mi kam mësu mama, s'unë zisha si me ata shkrimet nuk i disha me lexu. Kja gjako kanë diqa interesante. Ma vonë me profesor Zef Qoben, që ma saraj. Masi kam bo një 5 vjetë, dheri 10-11 vjetë, diqa ishte 5-6, me profesor Zef Qoben, ma vonë aty kam marrë ABC në muzikës, të këj loj kursit që ashtu. Edhe në fund mërshim një loj diplomet, kur përfunoshim këtë. Tani ishin martë mëjëson. Tani ishim 12, 13, ata që e përfunoshin u bashin 17, 18, 16, 20, kurse unë isha kreti vogël. Ma i vogli dhe më thanë, 11 vjeç. Ata fillestart ishin moshën që ti dole nga kursi. Që unë kryva kursin. Ma vonë vazhdova prap kurs pianot. Ma vonë moshën 17 vjeçare, unë e jam afru, falë edhe një miku të me Leonard Guga, që ai ma bani në fakt u ba sebeb që unë me u afru pranë qendrës kulturore Pjetër Gaci. Ma përpara, i ndjeri profesor Kujtim Alia më kishte afru mu të qendra kulturore e fëmijëve, por kishte një diça. Unë në orën 11 para dite basha kursin me profesor Zef Qoben, pa 11 ishin para dite, ishte edhe provat. Unë tash isha në dilemë si fëmijë, ku me shku ma përpara, edhe vëzjolla profesor Zef Qoben, edhe nuk jam ba pishman. Sepse aja më ka dhe mu ma shumë. Edhe dashe për dashe unë të pjesa këndimit nuk u mora me profesor Kujtim Alin, po vazhdo me profesor Zef Qoben. Ma vonë, tash edhe herë miku jem Leonard Guga me afroj pranë qendrës kulturore Pjetër Gaci, si fillim. Ma vonë shkova takova unë profesor Barthysen që u prezentova që jam si jam anajka, sepse ata nuk ishin pas mundësi si fëmijë tjerë që janë pjesë e qendrës kulturore Kujtim Alia sot. Ata i kanë njoft, kurse mu kanë pasi me mjoft. Edhe që isha ditë, në fakt, sa kam mësët profesor Barthysa që hajde sot ma zitën prova. Se kishim as 3 ditë që kishim me shku një aktivitet. Kishim me shku, unë e jo. Edhe më thëtë, po të kjo aktivitet nuk jem. Kime se jena në 8 ove dhe në peshopi. Okej. Shkova, unë prova, shikune ata që unë i disha ata në kangë. Madje, disa kolekt mi, vishin me letra për para tekste, unë nuk isha nevoj për tekste, hesë unë i disha ata kangë. Se kam këtë gjithë punja, pasën unë mas kangës popullore, i kam di gjithmonë. Jo si mosha jeme që ishin tonë në gjoshin noshta, ka kënë atë kohë noisy që unë kënë këta... Këntarët inë të momentit. Unë në isha jo, në isha dysha kreti. Edhe, kur më thëtë profesor Barthysa më thëtë që Klisman ti, ke më ardhë me ne, se ti i din të kangë, s'ke nevoj. E shku me në fakt atje, ka kënë kursa marru, kam kënë 18 vjeç. 18 vjeç që kam shku me profesor Barthysen, ose 17, në duket. Ja, 18, se kam kënë pa prokurë. Edhe kena bë aktivitetet e para. Tash 10 vite unë nuk ndahem për i qendrës kulturore, ku janë aktivitetet popullore. Ka në një që, sepse me këta lëvizjet e fundit, këta shtëpia kulturës e drejtoria e kulturës kanë përdorur disa lloj skemash, domethënë që janë për më janë shumë gabume, sepse kanë largu shumë vetë, shumë solista, marrin vetëm ata që janë dakord ata që marrin rrogën, po.
pa shtëpia e kulturës nuk duhet më përfaqësu vetëm prej 3 Duhet të jetë këngëtarëve. gjithë përfshirë. Duhet më kenë edhe tjerë. Nëse kjo gjanat që i dinë ata, për mira për keq do ta shohim në vazhdimsi, ajo janë zgjedhjet që duhena. Më vonë kena marrë pjesë në shumë aktivitete. Unë jam në vetmi këngëtar të ri, jo në vetmi, po i vetmi për momentin në këngëtar të ri që ka marrë pjesë në 2 festivale të Gjirokastrës. Askush tjetër nuk ka marrë pjesë në 2 festivale të Gjirokastrës. Më vonë janë Oda, Debrane, festivalit e Uta që në të ri prapë vazhdojmë me kanë vetëm unë që ka marrë pjesë aty. Më vonë janë këta festivali tipologjik në Elbasan, shumë aktivitete. Janë disa herë përsërituna. Ta Hengo Shkodran më vonë dihet që kam kanë për çdo vit, sepse pothuajse jam në thojsa si kryefjalë a Hengo Shkodran tu kanë se dashje pa dashje me ose pa dëshirën time, unë jam në vetmi këngëtar popullor të ri në Shkodër. Kjo nuk është për merit time. Nuk është merita jame pse jam unë. Po thjesht është edukimi i mrapsht edhe i gabumi i ndërsi i rinis, sepse asun s'kam dëshirë me kanë vetëm unë këngëtar popullor, sepse në fundit kur nuk ke konkurrencë bjen niveli, bjen standardi, edhe kjo është diçka që unë e kam frikë, po varësisht se unë mundohem me sfidu vetveten edhe me rrit sa të mundem unë, edhe sa di unë. Se ka diçka më përpara ndoshta ka kënd dikush që të ka mësu bane kështu bane ashtu. Kurse se kjo ne na mungon. Edhe e theksoj ne na mungon. Mundet më ardhi dikush me ta thonë kështu anaj këtej por domethënë ta thit po edhe jo me shumë indinjate, jo me shumë domethënë nuk ka se ta thit shumë seriozisht, ose ta thit herë jo. Po pa kanë për ne brezin e ri nuk është xhamie. Unë nuk kam nevojë me ma thonë kafe dikush i një gjë, se unë sa çuam për kafe se harroj. Unë e du në momentin e duhen, në vendin e punës e du me ma thonë mu që i keme e bë kështu. Kjo gjë është pothuajse zero. Përveç aty në teatër me gjeni kur bëjnë prova, se ma sarroj, profesori Ilir Zoga, ne na jep ata këshillat, shumë suportues. Po, profesori Ilir Zoga. Më vonë kurse po pa aktivitete me teatrin e me këta shtëpinë e kulturës ne kemi shumë rrallë. Mund të kenë atë vitin 3 aktivitete 4. Janë shumë. Po pa për 3-4 aktivitete, edhe bëma më mësu diçka, unë kam harru deri në 6 muaj tjetër, 4 muaj që bëj aktivitetin tjetër. Kjo është një disfavor. Sa është përgjegjësi për ty, pjesa që ti je përmendë që je gati ndër të vetmit të ri të brezit tënd që po trashëgon këngën popullore shkodrane? Kjo është një përgjegjësi edhe një barë shumë e madhe që i kam unë mbi supa, kur njerëzit më thonë që ti je e ardhmja këngës popullore. Po, ashtu është, ti je e ardhmja këngës popullore. Shive, e ardhmja mundet me dal mas një vitit, mundet me dal një këngëtar tjetër shumë më i mirë se unë. Edhe dhe më thonë që unë e bi më thojse si opcion. Tja nuk pëlqen me ma thonë mu këtë e ardhme. Unë do t'jem aj, Klismani, do krijoj profilin tem artistik, që me mujt me vazhduat pasionin tem. Ka pasioni jem e para herë. Por unë përveç pasionit, unë e kam edhe, tash e kam thash edhe herë si mision. E kam mision për me vazhdu këngën popullore, duke e pa se nuk ka brezi i ri ambicje për me vazhdu këtë profil muzikor. Por mos harrojmë një diçka se para 2-3 ditë që ishin edhe festat e pavarësisë, edhe e nëntorit, ku bën ata shqiptarët bën patriota. Edhe 364 ditë të vitit, ne synojmë të tanë me ikja shtetit, me kënd kundër, çdo gjë nuk bëhet ky vend anaj. Nëse ka advetar kombi shqiptar janë vetëm këngëtar popullor. Unë për shembull e tregoj advetarizmin tim, duke kënu këngë të vendit tim, këngë të qytetit tim. Tan patriotizmi që tregoj unë, advetarizmi që tregoj unë si Klisman si artist. Kjo është. Nuk mundem me tregu advetarizmin kur luan kombëtarja shqiptare kundër Serbisë me bërtita Serbi, edhe unë jetoj në Gjermani. Unë jap kontributin tim të jetu në Gjermani, në Itali, në Amerikë, s'ka rëndësi. Kurse advetarizmi unë e tregoj unë në Shqipëni, të punu këtë vend ku jam unë që jetoj, që kam linë edhe çdo gjë unë mundohem me e kriju edhe me ndërtu mbi bazat e emrit Shqipëri Shkodër. Nuk është edhe një krenari e veçantë, Klisman, të trashëgosh këngën e një qyteti që ka një kulturë dhe një traditë kaq të mrekullueshme të këngës popullore? Po absolutisht është edhe krenari. Nuk e hegu këtë gjë,
është kënaqësi shumë e madhe, sepse në tojza jetë u shkru emrin aty në tabele me germa, jo nuk po them me germat arta. Germat e arta i kanë emrat me germat e arta i kanë shkru para arsit e mit kanë popullore si Shoqëria Lushi, Big Noja, Adnan Bala, që i kanë shkru emrat që janë me tamam këngëtar të mirë fill, shumë të mirë të kanë popullore shkodrane. Por unë tash është shumë përgjithësi e madhe. E që unë në mujt që edhe unë me shkru emrin, po është edhe krenari me vazhdu me thonë që filan një pas ars, i filani. Ma vonë kja shpun shiesh. Për X-in unë jam maj miri, për Y-in unë mund t'jem s'baj. Mendoj që nuk ka shkodran që nuk e pëlqen këngën popullore shkodrane, shumë e vështirë. Jam dakord. Në fakt, këngë shkodrane nuk kena i diqat dveçan, sepse këngë shkodrane nuk e dojnë vetëm shkodrane, pa dojnë gjithë Shqipëria. Ta Shqipënia. Për shembull te kur performojmë në për ambiente gëzime familjare, apo teatr, atë që kena publik, jo vetëm nga shtrotra, kur i shikon në bus atë mimiken gëzume e dashtën kur kënojmë këngë popullore, kënaqen, kur sidomos kur shkojmë në për restorante që i performojmë, vinë ata, o si u kënaqme me këta këngë shkodrane, si u kënaqme. Se në fakt këngë shkodrane është një pasuni shumë e madhe. Ne kena shumë këngë, ne kena Shkodra ka rreth 900.000 këngë. Dhe me thonë, kurse Korça ka shumë këngë bukra. Por dhe thonë i ka të limitume, ka një ata që i njohim ne. Nuk ka me dash një këngëtar korçar për shkak me thonë prej se s'paknaj këta që din tonë Shqipënia, pa paknaj tjerë, nuk kanë me shku, se ata janë. Kurse ne mundena për çdo javë me ndryshu këngë që njerëzit nuk i kanë dëgjuar repertorin mundën. Edhe vjen një prej Tiranës, prej Elbasanit, prej Korçës, prej Vlonit, ndihmë se sa bukur kja këngë, pse kena ndëgjuar një herë, do të thonë që ne kena mundësi me ofru publikut sa më shumë pa larmi pjatash, si më thonë, këtë gjë kena. Por të kalojmë pak te klipet tuaja. Ti nuk je vetëm ai këngëtari që kënon këngët e bukura popullore shkodrane, por ke bërë dhe klipe dhe këngë tua të mrekullueshme. Do të më tregosh pak më shumë për ta. Po, në fakt, me të drejten, unë karrierën time artistike jam mundu që me ndërtu mbi dy themele shumë të forta, baza shumë forta. Të ajo tradicionalja që është klismani vërtet, por edhe tek e reja që në fundit artisti duhet me pas një krijimtari të veçantë, të vetën, që me signifiku diqa. Unë jo me thonë që unë jam ba këtë që jam sot vetëm prej këtyne. Ja, jam unë edhe këtë që kam ba edhe unë këta. Me vu edhe unë atë gurin të melit. Edhe këngë që kam ba, kanë kënë zakonisht këngë popullore, por kam dalë edhe unë i fije jashtë konturit, kam ba i fije muzikë letë, ta fanë si punë balade, që i fije ma moderne, jo balade dhe orient, por i fije ma moderne, sepse ata që mundën me mu për shtatë, sepse në fundit edhe unë jam djali i ri dhe unë duhet me bëhet muzikën e kohës teme i fije. Por jo me ungulit, dhe me thonë, jo me ungulit unë ke muzikë. Jo, unë jam klismani, këngëtar popullor. Ndihesh mirë kur i këndon këngët e lehta? Të shkojnë shumë kur i këndon, zëri jot përshtatet shumë me ta. Më pëlqejnë, por më pëlqejnë një pakicë. Jo dhe me thonë shumë me o hapë, sepse është punë shije është kja punë. Unë pëlqenë filan ka. Nështë ka herë mund të në një këngë që nuk më shkon, nuk më përshtatet, por thjesht mu më pëlqenë, e kur më pëlqenë mu, ka kryet punë, du me e kënu, sepse ka diqam publiku të interesan ajo që ti transmeton, atë në qëse nuk të shkon, për ti transmeton shumë atë këngë, se e kënan me shpirt, po jo me kënu një këngë shumë bukur, për ti nuk stu asku gjau, se nuk e kënan me shpirt. Publiku i Shkodrës Klisman është sa i mirë aq edhe kritik. Si është për ty ky publik? Për momentin, vetëmi të kritikë që të tregojnë rrugën që duhet me ndjek njerëzis, në Shqipni, sidomos, ka me publiku. Edhe unë që kam pas fatin që me realizu një koncert recital në teatr me gjeni, edhe për me
shiku Klismani deri në këtë moment, ku ka arrit, që ka arrit, edhe ka një si thonë si provë për mu, me e ba provë, edhe kush ishte kritiku më i mirë në këtë rast, ishte publiku, ishte njësia matëse e punës teme. Unë realizoj koncertin edhe me ta manë pata një, për mendimin të pata sukses për desa, 2 në teatri me gjeni, është Ishte plot. Plot e për plot, ke ishte i sukses, të regon që pak të ndis një pjesë e mire, se ka dhe për ty në si standojnë, nuk ma them, ata nuk dojnë njerëzit s'ka ndosh Michael Jackson. Janë shije të ndryshme ndoshta, jo se nuk ju duan, por është pjesa e shijeve. Por për mendimin tim jam shumë faleminderes domethënë publikut, shumë mirënjohës publikut Shkodrës, sepse mu më ka vlerësu me atë koncert. Sa që mu më ka ba me tash me bëj koncert tjetër, mas një vite, 2 vite, është kam qef me realizu një koncert tjetër. Por me këngë shudrane, por edhe përzime me këngë të reja. Por thash edhe që Shkodra ka kritik më të mirë të artit, që janë publiku. Ato të vendosin po, ose jo. Mund të tregosh pak më shumë, ti na nxorre pak të koncerti yt recital. Unë kam qenë pjesë si spektatore në atë koncert dhe ka qenë vërtet shumë i mrekullueshëm, duke folur nga ana si spektatore, po nga ana jote organizimi, si erdhi si ide. Në fakt ideja ishte një moment, një frymëzim momentit, rastit, edhe por tash unë kam ide që unë kam një iniciative shumë të mire. Edhe kur marr me e bë diçka, unë duhet bëja të temën si thonë ose jam kryefort i fije. Por aja do të mete gjaja më bukur që kam bërë një temë deri më sa. Sepse është shumë e veçantë. Gjaja më e veçantë. Atë natë kur kam dalë për momentin e parë në skenë para publikut, atë kam thënë, një mendim më ka ardhur. Kam thënë, nëse nuk desi tash, unë jam i pavdekshëm. Kam thënë, njoh shumë emocione, njoh shumë po ishte një vetëm une ose ato që e kanë bërë një recital, sidomos atë parin, e din qa emocione shke. Edhe përpara se me u hapë perdja e teatrit aty në skenës, kur ra gongu i parë, shikaj aty, hapi fjet perdja, shaftatën plot, si më tangë ta kanë ardhur për mu, thosha. Avden, më bate shumë që di, thosha, se ka mundësi që i kanë ardhur tangë ta vetë për mu, pa dynet, pa nata parë është emocion tjetër, nata dyta është emocion tjetër. Ashtë si pa bëj një krahasim si kur bash me fëmijë, kur bash me të parin është emocion tjetër, kur bash me dytit, a vëdën. Është prapë emocion, po pak më i mësuar. Ja, vëdën, pak më i zbet. Se s'po them për shembull kur merr gruën e parë, po më marrë dytin është. Është shumë emocion i bukur dhe diçka shumë e veçantë si një këngëtar kaq i ri, një koncert recital. Po, në fakt aty simas aty në miqve të mi që kam teatrin me Gjeni, unë jam këngëtari më i ri që ka bërë koncert recital në teatrin me Gjeni në tonë historinë e teatrit me Gjeni. Ju mësuar të shohim moshën. Kanë bërë të tjerë recitale, kur kanë bërë recitalin e parë, pa kanë bërë në një moshë më të madhe se 30 vjeça. Kurse unë kam qenë 25 vjeç kur e kam bërë. Shumë i ri. Pa recitalin të parë. Do thonë isha shumë bëja i ri tash. Kësmet kam qef 30 vjeç me bëj tjetër. Një recital tjetër, po e mendon apo thjesht ishte e momentit? Unë sa kam kryer koncertin recital, atë kam fill direkt, kam menuar çka me bëta recitalin tjetër. Sepse ishte një kënaqësi njosh e madhe, njosh e jashtëzakonshme, saqë thosha duhet edhe herë me i marr me kënaq vetin, duhet me bëj recital tjetër, sepse ishte një emocion i jashtëzakonshëm. Shumë. Po planet tua për të ardhmen, ndonjë këngë e re kemi së shpejti? Unë kam edhe 2 këngë tjera shumë shpejt për me i realizu, por nuk di se kur fix, por i kam gati në arkiv dhe më thonë që me i... Por nuk e di, do të shoh se kur. Pa. Mund të zbulojmë diçka, janë balada, janë këngë popullore? Janë këngë popullore. Të dyja janë këngë popullore. Do i sjellim me klipe? Pa, zbati haj. Si gjithmonë, me klipet e mrekullueshme. Pa. Dua në fund për ta mbyllur nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që duan të merren me muzikë, për të gjithë ata që e kanë ëndër muzikën. Muzika e para herë të dukon si njëri. T'jep shumë mundësina
në tëra aspektet, që mund të mendosh mundësi. Kush e koncepton fjalën mundësi në botën e vet, ashtu si duhet, muzika t'i jep këta mundësina. Bash njëri ma paqësor, i njëri ma largë stresit, ma afër perfekcionit, i ka tana gjara. Unë bëj popullit Shkodrës e tanë Shqipërisë ku do që nga ndjekin. Edhe për prind, fëmijët edukoni me muzikë, afroni afër muzikës, futni në kurse, pianot, kitarët, sepse është më mirë me shku edhe me e ba një fëmijë muzikant, artist, ose në qësë se me e ba, doktor, pa ta di një instrument, sa si me dit një instrument, ose me dit një gjuhë t'huj, thojnë gjithmonë. Është ma mirë kështu, se sa djali me najtë aty në TikTok, në Instagram, me pa dhe me thane ata me armë, vrasje, politikë, gjithçka që mund të dalë. Gjithçka që mund dalin, që kena fillu tash edhe kur him TikTok, ulim zonën e telefonit, se shqyqër jena familjarë, duhet me ullë zonën e telefonit për njëtë. Të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme dhe faleminderit që ishe me mua këtë mëngjes. Edhe për mua shumë kënaqësi. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.